Me një fillim të thjeshtë dhe një numër të vogël zogjesh, dy vëllezër nga fshati Bilinic e Gjilanit arritën të ndërtojnë një fermë të suksesshme shpendësh. I madhi është vetëm 18 vjeç, ndërsa i vogli 16, por përkushtimi dhe puna e tyre ditore kanë dhënë fryt mbreslënës. Sot, ata menaxhojnë me sukses një fermë me plot 3000 pula, duke siguruar jo vetëm vezë të freskëta çdo ditë, por edhe të ardhme të qëndrueshme për familjen. Në festën e Kurban Bajramit, nga gjithsej 4000 pula dhe gjela që kishin në dispozicion, ata arritën të shesin 1/4 e tyre, duke e kthyer festën në një mundësi të artë për tregti. Në fillim ja na ka ardhur si spontan, na ka ardhur pa prit. Do me thonë, ideja o kone babit, ka thonë mu mirë me një punë, e di sa i na të nejt pak. Thamë që me hop, e di pak me pas biznes, me pas edhe pak përfitime me pas për këti biznisi. Fillim, ja kena nisë me 4000, 3000 pula dhe 1000 gjela, po 1000 gjela i kena tërhek, tash vetëm me pula, edhe me vezë. Si fillestar, nuk i kena prit Bajramin heq, kena pas shumë kërkime edhe na për restorante, po na ka ndodhë që një restorant i ka morë komplet, i ka morë gjelat. Aktualisht në fermën e tyre janë 3000 pula. Janë 3000 pula, 2000 janë të racës Super Harko, edhe do qëllojnë edhe Amrok, po edhe 1000 kena Italianka. Dallimi mes këtëve pulave është se Super Harko është edhe për mesh edhe për vezë, Amroki është për kilogram, edhe raca Italianka është vetëm për vezë. Edhe rrethi familjar dhe ai shoqëror i ka mbështetur që nga fillimi deri më tani. Po krejt, ajde, me familjar, ku menu që pak e runë në rral, ajde, shoqënia pak do që bojnë me qesh, ajde, nuk përkrajnë shumë, po mas shumë të nga ka përkra dhe shoqënia. Edhe familja, se gjithmonë numër 1, ajde, nga përkrajnë të partë ata, po edhe shoqënia nga kam prit mirë, so keq. Por edhe nga ana financiare, vëllezërit Sulejmani e konsiderojnë të mjaftueshme. Përfitime hala, ajde një herë si na tu pas bas shumë, se tash ja kena nisë ajde me shitin e vejve tash, po si çdo biznes që hapët, në fillim ki vetëm harxhime. Në fillim veç dush mi nxjerr përfitime që ai ki investu në ta, tana mas një kohë gjatë, më rana 1 vjetin, 2 vjetin ndoshta, i nxjerr përfitimet edhe i shef përfitime që kipi pas të ardhmë. Po, familje më shme mbajt me këtë biznes. Ndërsa investimet në fillimet e tyre ishin të mëdha. Fillim ka pas harxhime shumë, ta po mi llogarit krejt 70.000 euro, po na ndihmojnë edhe prindrit, po na jena ma marakli, dalmi vetëm na aty. Çmimet në tregun e shpezve për këto rasa lëvizin, por aktualisht janë të qëndrueshme. Mundet me kushtu për shembull 20-15 qështu. Për momentin sa po ja kanë fillu me vezë, por 120 vejb i kena ditor në kena, po këto vetëm sa thash që ja kanë fillu, mujnë me pas alo ma shumë, se 3000 pula i kena, anes sa ja kanë nisë me vojt. Kena shi do lloje 15 euro e kena shi, dikoj e kena shi dhe 14, qështu diqka. Në një të ardhme të afërt, ata mendojnë që biznesin e tyre ta zgjerojnë. Në të ardhmen, kësmet ndoshta qitë verë ose verën e ardhshme shatë dje, kena me zgjenu halo ma shumë. Ndoshta kena me marrua një objekt ma të madh se kë, se në fillim nuk e kena ditë që zë qka të shumë, objekti, po na do të më zgjeru edhe pak.
Vështirë nuk është, po është obligative, ama ujat non stop do të mi pas të freskët, do me thonë. Nuk ban as milion më nxe, edhe do të me pas full ujat, se s'mujnë me qëndru pa ujë. Për bashkëmoshatarët e tyre, ata kanë një mesazh. Milion fjalë të njerëzve me vazhdu vetëm për vetë vetës, mi arrit qëllimet e tua. Po, tashti me nol pak luksin, me vazhdu pak investime, se mundesh me moj çfarë do pune. Me punë, përkushtim dhe pasion për të ardhmen, ata po ndërtojnë një biznes që e kanë filluar nga pika zero, për ta kthyer në një biznes profitabil. Edhe pse në moshë të re, Vëllezrit Sulejmani janë shembulli i suksesit për të rinjët tanë.